Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Jozi feston ditëlindjen e 30 me partnere në krah. Dalin pamjet. Ish banori i Bigut Joz Marku ka shënuar 30 vjetorin e lindjes me një festë organizuar në rrethin e ngushtë, duke mbledhur pranë tij miq dhe persona të afërt. Atmosfera e mbrëmjes është karakterizuar nga muzikë, energji dhe spektakël fishek zjarresh, ndërsa momente nga festa janë ndarë në rrjetet sociale nga të pranishmit, të cilat u ndan edhe në masivisht viralitet. Mes tyre ishte edhe partnerja e tij Joana Toshi, e cila publikoi disa fotografi krajozit në Instagram, duke e shoqëruar postimin me një mesazh të ndjerë. Disa njerëz thjesht e bëjnë jetën më të bukur. Jam mirënjohëse për ty. Të uroj gjithë lumturinë që meriton. Joz Marku, shkroi ajo në dedikimin e saj. Festimi ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve duke reflektuar një moment të rëndësishëm personal për Jozin, i cili e ndau këtë ditë të veçantë me njerëzit më të afërt. Kujtojmë se teksa ishte pjesë e Bigut, Jozi krijoi romancë me Loredana Bratin, mirëpo përfundoi e gjitha brenda reality show-t. Pas Bigut, secili prej tyre u fokusua në angazhimet personale. Loredana si influencer në rrjetet sociale dhe Jozi u fokusua në karrierën e tij muzikore.